A ban me I thanë salavatet kur jam në sejde, ose kur jam të lutë, të ba dua, a ban me thanë salavatet. Bano musliman, nuk ka asnjë argument me të cilin dikush mundet me të ndalu me thanë salavatet kur jeti në sejde, ose kur jeti duke u lutë. Por kundrazi, është shumë mirë që she ka pyte shoku I Rasulit a.s. Muhammedin a.s. I ka thonë, sa me ba salavate gjatë kohës kur jam duke u lutë, ose kur jam të ba dhikër. Edhe ja ka preferu Muhammedi a.s. me bo shumë, sa që në fund ka thonë për baj komplet salavate. Në qovë se në sejgjën tane të dërgon salavate është shumë mirë. Allahu dërgon salavate mbi ty. E kjo, ku ka diçka ma mirë se sa kjo. Do me thanë, nuk ka një argument që dikush me argument mundet me të ndalu me thonë salavate në sejgjde ose në doa. Por kundrazi, është shumë e mirë. Ajo që ka preferohet me ba gjithmonë salavat I thu pas hamdeve, falenderimit, madhrimit Allahut Azza të një thu salavatet të ne bandoan. Kjo është me e mira. Lusëm Allahun Azza me në letësu.